Afrimi I fundit të vitit shkollor përkon dhe me festën e shumë pritur të fëmijëve, festën e abetares. Ajo është një nga momentet më të bukura për një fëmijë, kur bën hapin e parë drejt një udhëtimi të ri, atij të njohurive. Kjo festë është mbajtur sot nga nxënësit e shkollës e Them Zhgaba në fshatin Vranish të Bashkisë Devol. Mes emocionesh, ata janë shprehur se janë të gëzuar që e arritën kësaj dite. Si ndjesh sot, ke emocion? Po, Çfarë do recitosh sot në këtë festë? do këndoj dhe do recitoj. Cilën këngë? Lehte, lehte, bukur, bukur. Po vjesha jote cila është? Kam 9 vjesha dhe do I recitoj atë. Si ndjesh sot që ke përfunduar klasën e parë dhe po bën këtë festë? Tor, shumë e lumtur. Këngën e Albanit. Po vjesh do recitosh? Po, Cilën vjesh? më I dashur, më I ëmbël, më I zemshën dhe me vlerë. Ashtë emër që gjithë bota të tillën ban për herë. Një që emër me shkronje të qonë në ndërime. Një nana të këndon, plot me malë e letatime. Ne dhe kemi mësuar shkronjat, numrat dhe unë jam shumë e gëzuar pse sot kemi festën e abetares. Një dhe një kuse di, një dhe një bënedishtë zë, pale dy gush shkronjë, diçka duam të kryojnë, dale pak është një njeri, një njamzak. Kjo festë u çel me interpretimin e një valleje, ndërsa për organizimin e saj u kujdesën mësueset Natasha Shkëmbi dhe mësuesja e muzikës Kristina Lamçe. Një ditë që nuk është thjesht një datë në kalendar, por një përvjetor I një fitoreje të vogël, e cila ka brenda saj një domethënie të madhe. Fëmijët tanë kanë mësuar të lexojnë, të shkruajnë dhe të zbulojnë botën përmes shkronjave. Çdo rrugtim I madh fillon me një hap të vogël. Dhe ky hap që hodhet në fillim të klasës së parë ka qenë I mbushur me sfida, por edhe me ditë të mrekullueshme. Të mësosh një shkronjë nuk është vetëm një aftësi teknike, është si të hapësh një dritare të re drejt botës. Sot ju jeni më të pasur sepse dini të lexoni dhe dini të shkruani. Një fjalë përshëndetëse përcolli dhe drejtori I shkollës Endri Fifo. Ndoshta është nga festat e shumta që unë kam kaluar gjatë jetës time pedagogjike, për arsye të kalendarit moshës, unë së shpejti largohem nga rruga arsimit, por jo të largohem shpirtërisht sepse këta fëmijë kaq të bukur, këta yje me këtë buzëqeshje kaq të ëmbël, këta mbajnë gjallë shkollën, mbajnë gjallë prindrit, mbajnë gjallë mësuesen dhe të gjithë kombin. Është kënaqësi e veçantë që në festën e abetares, kjo festë do mbetet e pashlyer në kujtesën time. Kjo festë abetareje kishte një larmi këngësh, recitimesh dhe kërcimesh, ku nxënësit kërcyen të shoqëruar dhe nga nënat e tyre, ndërsa interpretuan dhe vallen karakteristike të zonës, vallen Devoliçe.